Në dy lokacione rreth kuvendit nga 21 punëtor me flamuj dhe pishkllima shprehen pakënaqësinë duke kërkuar nga deputetët që paga minimale të rritet në 600 euro, kurse paga tjera për 6.000 denar. Punëtorët protestues dërguan mesazhin se deputetët janë ata që më shumë se një vit bllokojnë ligjin për rritjen e pagave minimale dhe se nuk duan ta pranojnë nismën e LSM-s për uljen e pagave të funksionarëve. Kreu I LSM-s, Slobodan Trendafilov, deklaroi se shumë deputet janë zgjuar më herët që para orës 9 të jenë në punë që të mos përballen me punëtorët për shkak se, siç tha, turpërohen nga ата. Се срамат од своите гласачи затоа што одбиваат да зголемат работничката плата. Turprohen nga votuesit e tyre për shkak se refuzojnë të rrisin pagën e punëtorëve, kurse nga ana tjetër do të rritet jo vetëm për 9.2%, por 100 ose 120.000 denarët e tyre do të shtohen me 21% rritje të pagave. Të jetë turpi më I madh, ata janë të gatshëm që koeficientet e pagave të tyre të ulin për 9%, vetëm të mos rriten pagat e punëtorëve. Sindikalistët kërkuan nga deputetët që në seancën parlamentare të propozojnë rritjen e pagës minimale në 600 euro dhe paga tjera punëtore për 6.000 denar, dhe nëse këta nuk e bëjnë sipas LSM-s, do të mblidhen 10.000 nënshkrime dhe do të propozojnë uljen e pagave të funksionarëve. Sipas paralajmërimeve, punëtorët të njëjtët në këtë mënyrë do ta bllokojnë odën ekonomike, kurse për të martën e ardhshme edhe qeverinë. LSM-ja vlerësoi se për ditën e sotme deputetët nuk guxojnë të kërkojnë harxhimet e rrugës, duke paralajmëruar se do të kërkojnë raportin nga kuvendi se cili deputet ka kërkuar të mbulohen harxhimet e rrugës.